i luftës së dytë botërore në Ballkan ishte një periudhë jashtëzakonisht e ndërlikuar, e mbushur me përmbysje politike, luftra të armatosura dhe zgjedhje të vështira për popujt e rajonit. Në vitet të fundit të luftës, kufijt politik dhe ushtarak ndryshonin me shpejtësi, ndërsa fuqitë e mëdha përpiqeshin të ruanin kontrollin mbi territoret strategjike. Në këtë kontekst të trazuar, edhe Kosova u bë pjesë e një realiteti të ri politik dhe ushtarak, ku përplaseshin interesa të ndryshme dhe ku vendimet e kohës shpesh merreshin në rrethana jashtëzakonisht të vështira. Pas kapitullimit të Italisë në vitin 1943, territoret shqiptare që deri atëherë ndodheshin nën administrimin italian, kaluan nën kontrollin e Gjermanisë naziste. Për shumë shqiptar, kjo periudhë u perceptua si një moment kritik, sepse për herë të parë, një pjesë e madhe e trojeve shqiptare përfshirë Kosovën ndodheshin në një administrim të përbashkët politik. Megjithatë, ky realitet ishte i lidhur ngushtë me pushtimin gjerman dhe me logjikën e luftës globale që po zhvillohej në Evropë. Në Kosovë, situata ishte veçanërisht e ndërlikuar. Kujtesa e dhunës dhe represionit të përjetuar gjatë periudhës së mbretërisë jugoslave ishte ende e freskët. Shumë shqiptar e shihnin rikthimin e mundshëm të Jugosllavisë si një kërcënim për të ardhmen e tyre politike dhe kombëtare. Pikërisht në këtë klim pasigurie dhe frike, një pjesë e shqiptarëve u përfshin në struktura të ndryshme ushtarake që vepronin nën administrimin gjerman, duke e parë këtë si një mënyrë për të mbrojtur interesat e tyre lokale ose për të parandaluar rikthimin e pushtetit jugosllav. Në këtë kontekst, u krijua edhe divizioni SS Skanderbeg, një njësi ushtarake e formuar nga formacionet paraushtarake Nazi-SS në vitin 1944. Emri i saj u lidh me figurën e heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, një zgjedhje që kishte edhe një dimension të qartë propagandistik. Për gjermanët, krijimi i njësive lokale ishte një mënyrë për të siguruar kontroll mbi territoret dhe për të luftuar kundër forcave partizane që po forcoheshin në gjithë Ballkanin. Megjithatë, historia e këtij divizioni mbetet një kapitull i debatueshëm dhe shpesh i ndërlikuar i historisë sonë. Nga njëra anë, ai lidhet me realitetin e pushtimit nazist dhe me strategjitë ushtarake të Adolf Hitler në fund të luftës. Nga ana tjetër, ai reflekton edhe dilemat e shoqërisë shqiptare në një kohë kur Ballkani ishte shndruar në një fushë betejë mes ideologjive dhe projekteve të ndryshme politike. Sot, më shumë se 8 dekada pas përfundimit të luftës së dytë botërore, këto ngjarje vazhdojnë të ngjallën diskutime dhe interpretime të ndryshme. Çfarë roli pati në të vërtetë ky divizion? Kush ishin njerëzit që u përfshin në të dhe çfarë motivesh kishin? Ishte ky bashkëpunim një zgjedhje ideologjike, një strategji për mbijetesë politike apo një përpjekje për të ndikuar në fatin e Kosovës në një moment vendimtar të historisë? Për të kuptuar më mirë këtë periudhë të ndërlikuar dhe për të ndarë faktet historike nga mitet apo interpretimet politike, do të kthehemi në vitet e fundit të luftës së dytë botërore, për të analizuar rrethanat që quan në krijimin e këtij divizioni dhe rolin që pati në historinë e Kosovës dhe të shqiptarëve në përgjithësi. Tema që e keni përgjithë me diskutu vërtet është një temë komplekse historike, kryesisht sepse ka në konotacione negative edhe me vetë ekzistencën e këtij divizioni, dhe implikimet eventuale që bëhen për bashkëpunimin e shqiptarëve me Gjermaninë naziste gjatë luftës së dytë botërore. Fakti historik është që ky divizion realisht u formua në fund të luftës së dytë botërore, në një kohë kur Gjermania naziste po e shitet që është në humbje sipër, posaçërisht është në raport me luftën në frontin lindor dhe veçanërisht me situatën në Ballkan. Në shtator të vitit 1943, Italia fashiste kapituloi, që ishte një aliat shumë i rëndësishëm për Gjermaninë, dhe kjo shkaktoi një trazirë shumë të madhe logjistike për ushtrinë gjermane, të cilët tashmë duheshin t'i merrnin në administrim të gjitha territoret që i kishte më parë Italia fashiste. Dhe kjo mes tjerash e përfshinte edhe Shqipërinë dhe një pjesë të Kosovës. Administrimi gjerman filloi pothuajse menjëherë,
Dhe kjo ishte e lehtë në kuptimin që nuk ishte rezistencë lokale, për shkak të situatës politike, shumë shqiptarë politikanë posaçërisht e perceptonin Gjermaninë si më pak si pushtues e më shumë si çlirues. Dhe kjo duhet të lezohet edhe në kontekst të raportit të shqiptarëve të Kosovës, veçanërisht me Jugoslavët, edhe përvojat historike që i kishin me ata. Ky është konteksti i luftës në cilin filloi administrimi gjerman në Kosovë dhe pastaj u zhvilluan edhe mekanizmat policor dhe ushtarak për ta mirëmbajtur këtë administrim të ri. Formimi i divizionit SS Skënderbeg lidhet drejt për drejt me zhvillimet ushtarake dhe politike në Ballkan në fazën e fundit të luftës së dytë botërore. Pas kapitullimit të Italisë në vitin 1943, hapësirat që deri atëherë kontrolloheshin nga Italia në Shqipëri dhe Kosovë kaluan nën administrimin e Gjermanisë naziste. Gjermanët u përballen me një situatë të vështirë ushtarake, pasi në të gjithë rajonin po forcoheshin formacionet partizane dhe frontet e luftës po afroheshin drejt Ballkanit. Për të ruajtur kontrollin mbi territorin dhe për të kompenzuar mungesën e trupave gjermane, udhëheqja e formacioneve paraushtarake Nazi-SS në drejtimin e Heinrich Himmler filloi të zbatojë një strategji të re, krijimin e njësive ushtarake të përbëra nga popullsi lokale në territoret e pushtuara. Nga burimet arkhivore gjermane, ideja për këtë divizion duket ketë nisur qysh në fillim të vitit 1944, atëherë kur kishte disa shqiptarë që ishin pjesë një bataljoni të divizionit të parë kroat, SS Sanxharit, që ka qenë realisht divizion musliman i bosnjakëve. Edhe aty ishte bataljoni shqiptar, që sipas burimeve gjermane kishin lënë mbresë shumë të mirë të aftësive ushtarake. Dhe si pasojë e kësaj mbrese, gjermanët, komanda gjermane Waffen-SS-it vendosi që të filloj punën për organizimin e një divizioni që do të ishte shqiptar dhe musliman, ashtu siç e shohim në dokumentet gjermane. Për sqarim të përgjithshëm, Waffen-SS-i ishin një njësi ushtarake paramilitare që buronte, domethënë, nga trupat paramilitare të Partisë Nazi-Socialiste të Gjermanisë. Në këtë kuptim nuk ishte ushtri e rregullt, po ishte ushtri paramilitare që do të shërbente për mirëmbajtjen e administrimit gjerman në Kosovë në rastin konkret. A ishte në të vërtetë Gjermania naziste, përkatësisht qendra vendimarrëse në Berlin, plotësisht në favor të krijimit të divizionit SS Skënderbeg, apo brenda strukturave të regjimit nazist kishte edhe dyshime dhe kundërshtime për formimin e një divizioni të përbërë nga shqiptar? Jo, as pak, përkundrazi, raportet që i shohim kishte një entuziazëm për krijimin e këtij divizioni, por kryesisht edhe për shkak faktit që në këtë fazë të luftës Gjermania kishte nevojë për trupa dhe kishte nevojë për kontroll ushtarak mbi territorin e Ballkanit. Dhe natyrisht që këto trupa, këtë mbështetje e gjenin me alatët e tyre, alatët e nazizmit, që në këtë rast ishin edhe grupacione specifike politikanësh shqiptar. Pse drejtuesit e formacioneve para ushtarake Nazi-SS vendosën që divizionin e krijuar në vitin 1944 ta emërtonin Skënderbeg, sipas figurës së heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. A ishte kjo një përpjekje për të përdorur simbolikën historike dhe autoritetin që gëzonte Skënderbeu në ndërgjegjjen kombëtare të shqiptarëve për të tërhequr më shumë rekrut dhe për të rritur mbështetjen lokale, apo kishte edhe arsye të tjera politike e propagandistike që lidhen me strategjinë e Gjermanisë naziste në Ballkan gjatë fazës së fundit të luftës së dytë botërore? E vërtet që është shumë paradoksale, me që edhe në fillimet e saj e shohim vazhdimisht referuar si divizion musliman, gjashëm si SS Sanxhari, po për nazistët imagjëria ishte shumë e rëndësishme. Edhe në përgjithësi në këtë kuptimin nazist, rikthimi në të kaluarën të e lavdishme kishte rëndësi për formimin e identitetit, po edhe për rritjen e kurajës ushtarake. Dhe për ata ishte e logjikshme që për shqiptarët, ky emër të jetë Skënderbeu, sepse e njehnin si hero kombëtar të shqiptarëve, dhe në këtë kuptim e shihnin si të arsyeshme që ta emëronin
divizionin ashtu në mënyrë që të rrisnin gjasat për të rekrutuar më shumë trupa te shqiptarët. Ideja për formimin e një divizioni shqiptar u mbështet edhe nga strukturat gjermane në Ballkan dhe nga figura politike shqiptare në atë kohë që bashkëpunonin me administratën gjermane. Për rekrutimin e shqiptarëve ishte interesuar lidhja e dytë e Prizrenit. Për këtë gjë, kryetari i lidhjes, Bedri Pejani, i cili më vonë do të zëvendësoj nga Xhafer Deva, i shkroi një letër Hitlerit, ku ndër të tjera i kërkonte armatim për mijëra vullnetar shqiptar për të luftuar kundër partizanëve serb dhe malazez. Po ashtu, Pejani i kërkon Hitlerit militarizimin e Kosovës në ndërtimin gjerman, sepse ai besonte se ky proces militarizimi i kombinuar me luftën e shqiptarëve të armatosur me armë gjermane kundër partizanëve serbo-malazez ishte një garanci për Kosovën ndaj rrezikut shekullor serb. Realisht, rekrutimi nuk ishte vullnetar, edhe pse në dokumentet gjermane e shohim të parafrazuar si rekrutim vullnetar. Në rajonet e Dugagjinit ka të dhëna që rekrutimi shkonte në mënyrë të detyruar, pra ishte nga një burr për secilën familje, dhe kjo në vetvete ishte mjaft impozante dhe tregon që si duket nuk ka pas një pëlqyeshmëri shumë të madhe, as vullnet të madh prej popullatës civile që t'i bashkojë divizionit. Po ka një mospajtueshmëri mes asaj se popullata civile shet dhe se politikanët e kohës e shenin. Ndër politikanët që më të njohur që i hasim në dokumente ishin padyshim Xhafer Deva, pastaj Bedri Pejani, Recep Mitrovica, të gjithë aktorë që kishin lidhje me lidhjen e dytë të Prizrenit. Pra ka një vazhdueshmëri të logjikës politike mes lidhjes së dytë të Prizrenit dhe pushtimit gjerman dhe mënyrës se si e shihnin të ardhmen politike të vendit. Shumë interesant me pa që në korrespondencën e Bedri Pejanit me komandën gjermane, në fund të vitit 43 dhe në fillim të vitit 1944, ai ishte shumë optimist që ky divizion do të arrinte të bëhej deri në numrin 11.000 trupa. Dhe mbase edhe me këtë ide, gjermanët ishin mjaft të vullnetshëm me nis këtë proces. Po ajo që ka shohim nga dokumentet është që kur filloi themelimi i divizionit dhe rekrutimi i trupave në pranverë të vitit 1944, u paraqitën vetëm 6.000 trupa, të cilët u regjistruan zyrtarisht, por të cilët nuk u paraqitën të gjithë në shërbim. Pra, dezertimi në këtë divizion ishte masove qysh nga fillimi, dhe kjo e pamundësoi funksionimin e duhur të divizionit për ashtu të paktën siç e kanë para pa gjermanët. Kriza politiko-ushtarake që mbizotronte në Ballkan u pasua nga dezertimet të mëdha në divizionin Skënderbeg. Ky fenomen u kurorëzua nga dezertimi i thuajse gjithë regjimentit këmbësorisë malore SS-1, i cili operonte në Tetov dhe Gostivar. Dezertuesit merrnin me vete edhe gjithë armatimin dhe pajisjet personale. Mosbesueshmëria e gjermanëve ndaj shqiptarëve u shfaq më tepër në Tetov, ku dezertimi i ushtarëve shqiptar u shoqërua edhe me parulla armiqësore ndaj Gjermanisë. Kjo gjë ishte tepër e rëndë për gjermanët. Megjithatë, a mund të thuhet se shqiptarët që pranuan të bëheshin pjesë e divizionit SS Skënderbeg ishin vërtet idhtar të ideologjisë naziste, apo pjesëmarrja e tyre duhet parë në kontekstin e rrethonave politike dhe ushtarake të kohës? Pra, a duhet të bëhet dallimi mes bashkëpunimit të diktuar nga rrethonat e luftës dhe mbështetjes së mirëfillt ideologjike të nazizmit gjatë luftës së dytë botërore? Nuk ishin nazist dhe mendoj që kjo është shumë e rëndësishme me theksu, sepse ideologjia naziste në fakt nuk ishte depërtuar te shqiptarët në Kosovë, përjashto disa prej tyre që kishin pas mundësi të shkolloheshin në Austri ose Gjermani, por ishte rezervuar vetëm te elitat intelektuale, nëse kishte edhe te ata ndonjë sentiment të tillë. Unë e interpretoj më shumë këtë bashkëpunim të shqiptarëve me gjermanët më tepër si një qasje antikolonialiste në raport me Jugosllavët, pra ishte, siç e thatë edhe ju, mbrojtja e pragut të shtëpisë, ishte një lëvizje strategjike që kërkonte koha dhe situata në të cilën gjendeshin shqiptarët në atë kohë. Pra nuk ishte ndonjë ideologji më të thellë naziste që lulëzonte te mendësia e përgjithshme politike shqiptare.
Një burim i rëndësishëm për të kuptuar gjendjen reale të divizionit SS Skanderbeg është raporti i komandantit e saj, August Schmidhuber. Në raporte që ai dërgonte komandës së formacioneve paraushtarake nazi SS, përshkruante vështirësitë serioze me të cilat përballej divizioni, duke përmendur mungesën e disiplinës ushtarake, nivelin e ulët të stërvitjes dhe numrin e madh të dezertimeve nga rrodhët e rekrutëve. Sipas tij, shumë nga shqiptarët që ishin regjistruar në këtë formacion nuk kishin motiv të fortë për të marrë pjesë në operacionet ushtarake të Gjermanisë naziste, por shpesh ishin të interesuar më shumë për mbrojtjen e zonave të tyre lokale. Në këto raporte, ai theksonte gjithashtu se divizioni po përballej me probleme organizative dhe se efektiviteti i tij ushtarak ishte më i ulët nga se kishin paraqituar strukturat gjermane gjatë fazës së fundit të luftës së dytë botërore, gjë që më vonë ndikoi edhe në vendimin për shpërbërjen e tij. Pra në këtë pikë, shumica e ushtarëve të divizionit veç se kishin dezertuar dhe divizioni ishte praktikisht jo funksional. Ajo që ka bie në sy në atë dokument është përpas vëzhgimeve të përgjithshme sipërfaqësore të komandantit për kulturën shqiptare, janë edhe tonet e theksuara raciste që i përdoraj në raport me shqiptarët, që flet shumë edhe për mënyrën qysh gjermanët kanë administruar në Kosovë, po edhe për mënyrën qysh e kanë parë në përgjithësi çfarëdo civilizimi tjetër që nuk ishte gjerman. Dhe mendoj që ai dokument është mjaft tregues në kuptimin që nuk lën hapësirë për ta interpretuar që kishte pasur një lloj bashkëpunimi më të thellë mes shqiptarëve dhe Gjermanisë naziste. Përveç raportit të komandantit të divizionit August Schmidhuber, a ekzistojnë edhe raporte tjera apo vlerësime të tjera nga gjeneralët dhe komandantë të ushtrisë së Gjermanisë naziste lidhur me performancën, disiplinën dhe rolin e divizionit SS Skanderbeg në terren? Çfarë thon dokumentet e oficerëve të tjerë apo të komandës ushtarake gjermane në Ballkan për rekrutët shqiptar? Raportet ushtarake në fakt kanë qenë shumë të detajuara për vitet 1943 dhe 1944. Kanë qenë kryesisht raporte zyrtare që i dërgoheshin Ministrisë së Punëve të Jashtme. Çka vret është që në përgjithësi gjermanët megjithëse tentonin të kishin një kuptim më të thellë për kulturën dhe aspektet sociale dhe ekonomike të shqiptarëve, nuk arrinin dot ta kuptonin në thelb, sepse në shumë prej këtyre korrespondencave dhe raporteve ne shohim që ata i përshkruajnë shqiptarët si një popull që ishin kryesisht musliman, që ishin primitiv, që është fatkeqësisht termi që ata e përdorin, që besojnë shumë në kanon ose në gjakmarrje, pra ishte një zhveshje totale e qëndësisë sonë kulturore, do të thonë nga sytë e të huajve. Dhe në fakt ky sentiment përjashton disa raporte që janë më pozitive për shqiptarët, po ky sentiment duket të ketë mbretëruar deri në hierarkitë e larta të Reichut të tretë, do të thonë madje edhe deri te Himmleri dhe Hitleri, të cilët nuk kishin ndonjë opinion plotësisht pozitiv për shqiptarët, dhe nëse kishin të tillë ishte kryesisht që i trajtonin si periferi të kauzës së tyre për pastërti ariane. Çfarë do qofte ajo? A ekzistojnë dokumente apo transkripte të udhëhecësve të lartë nazist ku Hitleri ose funksionar të afërt të tij shprehnin mendimin e tyre për shqiptarët dhe aftësinë e tyre për të bërë pjesë e formacionit ushtarak SS Skanderbeg? Unë nuk kam has në dokumente të tilla spesifikisht, por kam has në raporte që përmendin faktin që Himmleri, që ka qenë komandanti i Waffen-SS-it, e njofton Hitlerin për formimin e këtij divizioni. Po ndoshta për sqarim, kjo nuk ka qenë e pazakontë për kohën, sepse siç e thash, Gjermania vetë se po humbiste dhe mungesa e trupave i shtyu ata që të themelonin divizionet të huaja, qoftë në vendet baltike, qoftë në Ukrainë, në Bosnjë që e përmenda më herët, pra divizioni shqiptar nuk ishte befasi në kuptimin që ishte i huaj, por ishte thjesht më tepër instrumentalizim i potencialit ushtarak që mund ta kishin shqiptarët për industrinë e luftës dhe industrinë e përgjithshme të Reichut të tretë. Pra, shqiptarët që ishin pjesë të divizionit të nisenit malore së Skënderbeu, edhe pas shpërbërjes së divizionit në tetor të vitit 1944, i ndihmuan gjermanët, ushtrinë naziste në tërheqje sipër nga Ballkani në përgjithësi. Numri i tyre nuk ishte shumë i madh, pra ishin të paktë ata që e bën, por megjithatë kishte nga ata që e ndihmuan tërheqjen e ushtrisë gjermane. Divizioni Skanderbeg
veproi kryesisht në rajonin kufitar ndërmjet Shqipërisë dhe Malit të Zi. A mori pjesë realisht divizioni në operacione ushtarake dhe nëse po, çfarë lloji operacionesh kryente? Po, ka pas disa beteja, kanë qenë kryesisht beteja të vogla në rajonin e Mitrovicës, në rajonet malore, që kanë pas kryesisht karakter kundër partizanëve. Për te asaj nuk kam pas ndonjë betej më të madhe që në mënyrë konkrete i ka ndihmu Gjermanët në luftën e përgjithshme. Uniforma e divizionit SS Skanderbeg ishte në thelb e njëjtë me uniformat standarde të formacioneve paraushtarake Nazi SS, por me disa dallime që sinjalizonin përkatësinë e tyre kombëtare. Ushtarët e këtij divizioni zakonisht veshnin uniformën gri-jeshile të SS-it me simbole të njësisë në krah dhe kapele me emblemen e SS-it. Dallimi karakteristik ishte shenja kombëtare shqiptare, zakonisht një simbol i Skanderbeut ose flamuri shqiptar, i vendosur në uniformë për t'i identifikuar si pjesë të divizionit Skanderbeu. Për mua çka ka qenë shumë interesant edhe që ndërlidhet me atë që thash më herët për mënyrën se si gjermanët nuk kanë arritur me kuptu plotësisht kulturën shqiptare, është që kur po flitej në korrespondencat për themelimin e këtij divizioni, pra në fillim të vitit 1944, kur po flitej për uniformën potencialisht që do ta kishte ky divizion, gjermanët i referoheshin kapelës që e quajnë fesi shqiptar. Dhe nga raportet gjermane nuk është e qartë a e kanë fjalën për plisin, qeleshën, apo kanë fjalën për fesin në kuptimin klasik oriental. Mirëpo nga korrespondenca që shohim prej politikanëve shqiptar, Mithat Frashërit në veçanti, i cili e kundërshton në mënyrë të zëshme përdorimin e këtij termi dhe përdorimin e asaj lloj kapele për këtë divizion, atëherë mund ta kuptojmë që bëhet fjala me të vërtetë për një fes të stilit oriental, që është po ashtu paradoksale sepse kemi njëkohësisht një divizion që ata gjermanët e quajnë musliman, që ka emrin Skanderbeu dhe që njëkohësisht dojnë t'ia vënë kapelen orientale që nuk ishte pjesë e veshjes tradicionale shqiptare. Pra për mua kjo ka qenë një element shumë i veçantë sepse e vën në pa faktin që shqiptarët në të vërtetë u instrumentalizuan për industrinë më të gjerë të luftës së Rajhut të Tretë, pa ndonjë kuptim më të thellë politik aty. Pas diskutimeve, korrespondencës së gjatë që shohim në dokumentet gjermane dhe pavarësisht insistimit të tyre fillestar që ky divizion të quhet divizion musliman, duket se ata bindën eventualisht që një emërtim i përgjithshëm shqiptar do të ishte më i dobishëm për ata në kuptimin e rekrutimit, po edhe në kuptimin që do ta mbështesnin politikanët shqiptar. Dhe kjo është arsyeja pse insignia e uniformave të divizionit të Nisënit Malor është shqiponja 2 krenare, që për mendimin tim është domethënëse, por njëkohësisht edhe abuzuese me simbolet tona kombëtare. Sa kohë funksionoi në të vërtetë ky divizion dhe çfarë ndodhi pas shpërbërjes së tij? A u transferuan pjesëtarët e divizionit në njësi të tjera të Nazi SS, a dezertuan masivisht, apo u kthyen në jetën civile? Divizioni në fakt zyrtarisht është themeluar në pranverë të vitit 1943, ka filluar punët, rekrutimi ka filluar në mars të vitit 1944, ndërkaq në nëntor zyrtarisht të po atij viti zyrtarisht shuhet divizioni. Shumica atyre që kanë dezertuar janë kthyer në shtëpi, disa prej tyre në fakt janë konsideruar edhe tradhtar nga Partia Komuniste Jugosllave, kështu që janë përsekutuar në mënyrë të dyfisht. Pra kanë qenë të përsekutuar edhe nga nazistët, prej të cilëve kanë dezertuar, dhe nga komunistët, të cilët i konsideronin ata nazistë. Historiografia e huaj, përfshirë edhe ato serbe, e akuzon këtë divizion për kryerjen e masakrave të mëdha ndaj popullsisë serbe në Kosovë. Në historiografinë shqiptare, kryesisht është qasje lineare, në kuptimin që historianët kanë qenë shumë objektiv në mënyrën si e parashtrojnë rolin e këtij divizioni në luftën e përgjithshme të gjermanëve. Nga vëzhgimet e mia nuk ka ndonjë glorifikim shumë të madh në kuptim politik. Po fatkeqësisht nuk është përdorur në këtë mënyrë nga historiografia serbe, e cila që menjëherë pas luftës së dytë botërore ka filluar me prodhimin e propagandës
për këtë divizion duke e hiperbolizuar funksionimin e tij, vetëm për ta vënë në theks argumentin e tyre të paqentë që shqiptarët në masë kanë qenë kolaboracionist me nazistët. Pra është një temë që është politizuar shumë dhe është përdorur si levë propagandistike në qarqet e historianëve. Mbështetja për gjermanët, siç e thash edhe më herët, kishte më tepër kuptim politik, sepse i shenin më shumë si çlirues se sa si pushtues, që është një sentiment që e shohim edhe te italianët. Pra kjo duhet të qenë njëra prej incentivave kryesore, pse ata ushtarë që shkuan në mënyrë vullnetare dhe i qëndruan besnik kësaj ushtrie deri në fund, duhet të kenë parë ndonjë arsye politike. Dhe natyrisht rreziku që shenin nga ardhja e partizanëve në Kosovë dhe rikthimit të Jugosllavisë. Pra kishte plotësisht logjik politike dhe mbijetese mbi veprimet e tyre. A mund të ekzistojnë ende dokumente arkivore ose burime të panjohura që hedhin më shumë dritë mbi krijimin, funksionimin dhe shpërbërjen e divizionit SS Skanderbeg? Duhet të ketë më shumë dokumente për këtë divizion, kryesisht në arkivin e Berlinit, në Lichtenfelde, që është për dokumente të administrimit. Ato nuk kam arrit me i hulumtu në thellësi. Në arkivin ushtarak në Freiburg, mendoj që i kam hulumtuar të gjitha dhe të dhënat ushtarake për divizionin tashmë janë kryesisht të qarta. Janë disa lista të ushtarëve, kryesisht të komandantëve të njësitëve. Një komandant që shoh shpesh në dokumente ka qenë edhe Pajazit Boletini, që është dhe komandant i njohur shqiptar. Prej dokumenteve gjermane shoh që gjermanët edhe financiarisht e kanë mbështetur atë dhe i kanë ndihmuar me mjete, me armë, me veturë, me benzin, domethënë kanë mbajtur shumë raporte të detajshme për të gjitha mbështetjet financiare që i kanë ofruar pjesëmarrësve të këtij divizioni. Divizioni SS Skënderbeg mbetet një nga kapitujt më të ndërlikuar të historisë të Kosovës gjatë luftës së dytë botërore. U krijua nën administrimin gjerman dhe mori emrin e heroit kombëtar Skanderbeut. Njësi që funksionoi vetëm pak muaj me rekrut shqiptar, por me probleme disipline dhe dezertime masive. Ky divizion tregon dilemat e shqiptarëve mbi mbijetesën dhe presionet e pushtuesit. Ai nuk ishte thjesht një forcë ushtarake, por një simbol i një kohe të trazuar, ku vendimet merreshin mes frikës, interesit lokal dhe presionit politik.